A keni pasur raste ku ju personalisht keni thënë jo një pacienti të ri dhe pse? Kemi pasur raste që i kemi thënë jo një pacienti 16-17 vjeçar i cili deshte po e marr si rast që më futi në mendime në dilem, e cila dëshironte të bënte zmadhim me acid hyaluronik të buzëve, i është thënë jo dhe pacientja në prezencën e mamas ka vajtur diku tjetër dhe i është bërë një operacion që quhet lip lift ose kthimi i zonës të buzës në afër undës dhe pacienti është kthyer prapë mama në klinikën time duke thënë të lutem më jep një zgjidhje. Aty futesh në mendime sepse ti kërkove në ana deontologjike mos të bësh akoma dhe gjë më të thjeshtë që mund të jetë një acid hyaluronik. Pra kërkove të tutelosh fëmijën pavarësisht që duhet të jetë prindi i cili tutelon fëmijën dhe nga ana tjetër ai prind me duart e veta e mori dhe e çoi diku tjetër ku pagoi dhe lekët dhe i bëri një operacion duke i zvogluar distancën e buzës e undës.